Vllaznia e mbyll në mënyrën më të mirë të mundshme këtë sezon, duke u shpallur kampione në 2 fronte. Gjithashtu shkodranët morën pjesë edhe në kompeticionin e elit në Ballkan League, ku një ekip shqiptar mungonte prej 10 vitesh. Suksesi në finale me Tiranën në Aslan Rusi është një trofe që tregon punën e madhe që ka bërë skuadra gjatë këtij sezoni. Titulli i 8 në historinë e klubit dhe i 2 tiradhazi ka një shije ndryshe këtë herë, pasi shpallen kampion në kryeqytet. Tekniku Darko Vujačić vlerësoi kundërshtarin për rivalizimin deri në fund, por theksoi se ky trofe vjen fal punës dhe përkushtimit të madh të ekipit. Znao sam da su svi ljudi od početka bili. E kam gjetë ekipin në një moment të fshirë psikologjik, por unë që nga momenti që i kam pa, më kanë pëlqyer dhe kam besuar në ta, i falenderoj sepse ma kanë ripagu besimin tim. Gjithashtu përgëzoj ekipin e Tiranës për ndeshjet e bukura që bani kundër nesh. Është e vërtet që me disa gabime tona i kena luajtur, aty në të jenë më afër nesh. Gjithsesi në përmbledhje të këtyre 3 ndeshjeve falenderoj ekipin kundërshtar. Deri ku mund shkoj vllaznia dhe basketbolli shqiptar në përgjithësi? Pa sigurno da mogu mnogo. Unë kam pas rast me njoh basketbollin shqiptar pak më herët, se kam marrë dhe ka 5-6 muaj që vi në zbore me ekipet kombëtare. Kam krijuar një përshtypje shumë të mirë. Tash i pata mundësi me njoh edhe ekipet e të rritunve, edhe ishte një impakt shumë pozitiv. Dhe mendoj që me punë të madhe mundet të arritë rezultate të mëdha. Pa rad, sigurno që rezultati doći. Presidenti i Federatës së Basketbollit, Avni Ponari, vlerësoi lojën e të dyja ekipeve për shpirtin e garës që treguan. Gjithashtu Ponari tha se një merit të madhe ka klubi i Vllaznisë, pasi rriti ndjeshëm cilësinë e kampionatit, por edhe spektatorët shkodran, të cilët i dhanë edhe më tepër bukuri finales. President përfundon një finale sërish për meshkuj, sërish Vllaznia arrin të kurorëzohet kampione. Si e komentoni gjithë mbarvajtjen e finaleve? Për mua, si president i Federatës Basketbollit dhe për Federatën e Basketbollit, ky kampionat ishte një cilësi më të lartë dhe meritën natyrisht që këtu e ka ekipi Vllaznisë, i cili i dha tonin basketbollit në tërësi. Ai krijoi një festë sportive jo vetëm në Shkodër, por edhe në Tiranë, në ndeshjet me Kamzat dhe play-offi ishte një nivel i lartë. Ky kampionat dhe natyrisht kjo sfidë që basketbolli ka përpara ka të bëjë me shumë veprimtari të cilat ndodhen gjatë këtij viti dhe për të cilat ne po përgatitemi për të ardhmen. Pra përfundoi play-offi, por nuk përfundoi aktivitetet sportive të basketbollit. Kemi pjesëmarrjen e 5 ekipeve kombëtare në ndeshjet eliminatore dhe në eliminatore, po natyrisht dhe ekipin e femrë në eliminatorët e Europianit. Pra ndodhemi përballë disa sfidave, disa ndeshjeve, disa aktivitete. Uroj që telesporti të jetë pranë ekipeve basketbollit që ati vit dhe të bëjë jehon këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm. Kjo fitore ka një shije të veçantë për zëvendëstranjerin e Vllaznisë, Bledar Gjeçaj, edhe pse patën probleme me parketin, ndrimin e lojtarëve, në fund ekipi ja doli më së miri duke arritur me sukses të 2 objektivat, kupa dhe kampionati. Patëm shumë probleme gjatë gjithë vitit, probleme të cilët ajo jeni ndjeni, jo me parketin, jo me fushën, me ndrime lojtarësh, mos besim, por gjithmonë ndjenjtë e ekipit kanë besuar që do të kurorëzojnë me sukses edhe këtë vit. Unë që në fillim kam thënë që objektivi jonë është kupa dhe kampionati. Veçoria është që vitin e kaluar fitum të 2 në Shkodër, si veti fitum të 2 në Tiranë. Është suksesi i radhës për ekipin ton, por çfarë vlen të theksohet sepse Vllaznia po jep tonin dhe po rrit ndoshta pak nivelin e basketbollit ton, nga një basketboll që ishte deri para pak kohësh po jep atë kontributin e vet si shoqate duke arrit nivelin. Kjo vetëm Vllaznia, po Tirana dhe Kamza ishin 3 ekipe që i dhanë tonin dhe Kamza sidomos që i zbukuroi edhe më shumë kampionatin, por gjithsesi dhimbje tregun karakter, besoj që i fitoi ekipi më i mirë. Ylli i Vllaznisë Amerikani Hog, i cili spikati në fitoren e shkodranëve me 31 pikë, ndihet mjaft i lumtur për këtë sukses. It's a good level, it's competitive, the energy is great. I mean, they got good players and everything, so. Është një kampionat që ka shumë konkurrencë dhe energji. Jam shumë i lumtur që ndodhem këtu. Do më pëlqente të kishte një pjesëmarrje më të madhe të amerikanëve. Është era ime e parë si profesionist këtu dhe jam shumë i lumtur. Kapiteni i Vllaznisë, Tara Boshi, vlerësoi ekipin për arritjen e objektivit sezonal. Sot ngrite kupën, ishe kapiten dhe Vllaznia për të 2 vit radhësi kampione, si ndjehet? Jam shumë i emocionuar, kam emocione të papame se tash ti je kapiteni i ekipit Vllaznisë. Është diçka e madhe.